Miq Prizmës, në të gjithë betejën që bëhet sot për të quajtur në zvërneci, të me quajtura sepse në vërtet nuk është zvërneci, s'ka lidhje me zvërnecin fare, po me pishporo. Dhe sigurisht fjalët rriten edhe fjalët zmadhohen dhe lufta kryesisht bëhet me dizinformacionin edhe mobilizimin në dizinformacion. Kjo është lufta hibride që bëhet. Dhe kjo luftë hibride është përcaktuar si fitimtare sidomos te popujt ignorant, te popujt që nuk kanë ndjeni dhe që duhen të frymëzohen, shoqëri që duhen frymëzohen për të protestuar me diçka e cila duket e drejtë, në vërtet është një gënjeshtër e madhe. Nuk ka dyshim as kërkush që interesat e Greqisë për zhvillimin turistik të Shqipërisë janë jashtëzakonisht të mëdha. Jashtëzakonisht të mëdha plus armiqësisë shekullore që ka midis dy vendeve, dy shoqërive. Nuk po flas shumë për qeverinë, po shoqëritë e kanë, dhe shoqëritë pastaj kur të duash manipulohen, ton gënjeshtra dhe çojnë pastaj hirezinë e madhe të jashtëzakonshme, një marrëzi të jashtëzakonshme gënjeshtre kthyer në mashtrim dhe pastaj në ideologji. Tash janë mos e të vërtetuar me mbi 1000 portale greke dhe midis tyre dhe gazeta të mëdha, të cilët kanë disinformuar në mënyrë të jashtëzakonshme për mbi gjenuinët grek në zvërnec, mbi hyrjen e izraelitëve për të marrë Shqipërinë dhe për të bërë edhe një kërcënim ndaj Greqisë, duke e konsideruar edhe qeverinë e tyre pro-izraelite dhe pro-amerikane, qeverinë e Mitsotakis, duke konsideruar Ramën një shërptor të izraelitëve dhe një qifut, kështu e quajnë, jo izraelit, dhe njëkohësisht të një bashkëpunimi edhe me forcat errta të jashtëzakonshme anti-Greqi, që pastaj do të persekutojnë grekët, kudo që janë, sepse jugu i Shqipërisë është mbushur me grek, banohet me 50% të grekëve, kështu thonin pjesa më e madhe e portaleve. Dhe normalisht po ju merren tokat. Domethënë nuk trajtohet si problem shqiptar, po si problem i pronëcisë greke dhe zvërneci vetë. Kjo është e para, pastaj kanë lindur që para 3 javësh se të filloi modelet luftës hibride me anti-influencerëve, me anti-portaleve dhe në Beograd, janë mbi 200 tillë, të identifikuara tashmë, të cilat kanë paraemëruar, duke e lidhur edhe me Kosovën, influencën amerikane dhe izraelite, dhe gjysma duke sharë shqiptarët që tash po i presin besë, dhe gjysma duke i thënë ndiqni shembullin ton, se ne i larguam amerikanët nga qendra e Beogradit. Dhe ju e dini historinë që ka qenë aty. Edhe aty kanë dashur familja Trump të investojë dhe dolën, jo, ju që keni bombarduar nuk mund t'i lejohet që t'i riparoni dhe të ndërtoni dhe resorte. Mirë po, puna e tyre është e përditshme. Puna është e përditshme dhe portalet çohen edhe në gjuhën shqipe, jo vetëm në serbokroatisht. Ato janë portalet, cilët ju dihet origjina po t'i hysh thellë, sidomos organet e agjensitë e zbulimit dhe agjensitë inteligjente i dinë se ku janë hapur domenet, të cilat pastaj ndikojnë në Kosovë në mënyrë të jashtëzakonshme, ndikojnë edhe këtu ke ne. Mobilizojnë turmat, bëjnë përhapjen, ngjiten mbas aktivistëve, i paguajnë një pjesë të aktivistëve dhe pastaj bëhet kjo që ka për të bërë. Ka edhe në Amerikë, sidomos në të majtën amerikane, socialiste amerikane, cilët janë në mënyrë të jashtëzakonshme kundra Trump, të cilët po akselerojnë edhe në testatat e mëdha, po sidomos në portale të tilla, sulmin hibrid që po bëhet mbi Shqipërinë, mbi qeverinë shqiptare, mbi Shqipërinë përgjithësi dhe lulëzimin turistik të saj. Është një amalgame jashtëzakonshme, e cila nuk fillon dhe mbaron aty, por bazohet kryesisht te një e majtë e cila sillet si green, si në ruajtjet helikopterave aty ose atyre kafshëve dhe shpendëve që janë në arte janë, por që askërkush nuk do ketë punë me to, sepse askërkush nuk do të ndërtojë pikërisht atje. Duke mos ditur se kush është projekti dhe duke mos u sqaruar në anën tjetër
fillon ky lloj sulmi hibrid dhe pastaj kthehet në sulm qeveritar, bashkohen edhe me urrëtiet e ndaj qeverisë dhe ndaj Edi Ramës. Sjellja e Edi Ramës ka qenë dobët se herë të tjera, sigurisht është dobësuar sepse ai nuk është se nuk ka frikë të lëvizjet e rinisë studentëve, sidomos kur nuk kanë Partinë Demokratike, kur nuk kanë parti mrapa, trembet Rama, në themel tregon që është akoma frikacak, dhe sidomos kur ka kauza të drejta. Në këtë rast po mbron një kauzë të drejtë, por aftësia për ta mbrojtur kauzën e drejtë ke Rama është shumë më e dobët se aftësia për të mbrojtur kauza që nuk janë të drejta ose të padrejta. Është shumë e çuditshme kjo lloj aftësie e Ramës. Është shumë e çuditshme. Është shumë i dobët kur është kauza e drejtë, kur duhet të mbrojë interesat e vendit, në investimet e mëdha dhe kundrejt atyre që nuk e duan zhvillimin e vendit, kundrejt grekëve, serbëve, rusëve, ultramajtistëve kudo në botë. Ka organizuar Partia Demokratike Italiane dhe 5 Stelle dhjetra eksponent saj kundra këtij projekti. Merrini shikojeni. Dhjetra. Antarët kryesisë nuk kanë folur vetëm kryesia sipër, nuk ka folur vetëm Schlein për pudor politik, sigurisht edhe Conte. Ama të gjithë, kurse këta jeshilët e këta janë drejt për drejti kundra projektit, kundra Shqipërisë, kundra Edi Ramës, që me demek është i majt i tyre. Sigurisht ata e dinë që nuk është një i majt, edhe këta e fshehë bën gabim. Rama duhet ta shpallte Partinë Socialiste të lëvizur nga aksi i majtës. Po ashtu edhe disa prej gazetave të mëdha dhe portaleve të Spanjës. Nuk kam falur vetëm për El País, po portale nga më të ndryshme, që i takojnë plotësisht majtës dhe të majtës ekstreme dhe komunistave. Sulm hibrid i përgjithshëm përmbi Shqipërinë. Dhe vetëm fjala e një sulmi të tillë të bën të mendosh që ti duhet ta mbrosh akoma më fort kauzën, sepse tani je realisht në kaos të drejtë. E këtu s'ka të bëj fare Ivanka Trump, Kushneri, Trumpi vetë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu ka të bëj zhvillimi i Shqipërisë. Investimet për zhvillimin e Shqipërisë. Ata nuk e duan ta lënë gjithmonë Shqipërinë dorë këtyre maskareve që dalin e protestojnë. Dhe gjysma janë idiotë që nuk dinë se çfarë po mbrojnë, nuk e dinë se prej kujt varen dhe çfarë po mbrojnë. Po njëkohësisht edhe të atyre që egzagerohen, të cilët kujtojnë se po mbrojnë interesa kombëtare, në vërtet janë duke rënë nesh interesit kombëtar për interesat e kombëtare të Greqisë, kombëtare të Serbisë, kombëtare të Maqedonisë, kombëtare të Malit Zi, kombëtare dhe irracionale të majta të Italisë. Nuk mund të them se janë interesat kombëtare të Italisë, por të një të majte të shpifur, të ultramajtistëve, LGBT-qëve dhe në anën tjetër ky lloj sulmi hibrid që bëhet dhe që sigurisht pastaj edhe paguhet edhe organizohet, ka regji të jashtëzakonshme. Edhe askush nuk do që ta besoj këtë punë, po kjo regji ka të bëj pak edhe me kontradikten e madhe që ka Edi Rama me familjen Soros. Ka kontradikt të jashtëzakonshme. Nuk e prekin. Po ai sot ka një kontradikt. Ka një kontradikt se Rama nuk do t'jetë kaq i shumë i Zoti sa të kaloj acarimin e jashtëzakonshëm midis asaj familje dhe asaj Trump. Është futur në mes tash. Këtë që po ju them, studiojeni me kujdes. Nuk mund të kaloj lehtë Edi Rama, siç është mësuar të kaloj me atletike. Nuk e kanë lënë lehtë këtë punë. Edhe ti thua si vllau im, Alex Sorosit, edhe të pranosh Ivanka Trumpin, dhe sigurisht ta lejosh Jared Kushner të ndërtoj një resort në Sazan, po njëkohësisht të rregullosh pishporon me një nga projektet më të mëdha, është projekti më i madh. Më kuptoni, është projekti më i madh në investime në Adriatikun Lindor dhe në Greqi. Absolutisht, me gjithë pjesën nuk kushton kërkush 4 miliardë e gjys. Po mos harroni se dhe 1 miliardë e gjys shkon Sazani. 2 miliardë është ndërtuar Vlora Marina nga ne vetë. 1 miliardë e 3, por 2 miliardë shkon. Dhe 4 miliardë e gjys shkon Pishporo. As kërkush, as Kroacia, as kërkush nuk e ka bërë një gjë të tillë. Dhe këtu fillon sulmi.
Fillon sulmi sepse sigurisht të gjithë përreth nuk e duan këtë zhvillim. Sepse e din që mas 3-4 vjetësh, me ndërtimin e tyre, jahtet luksoze, të pasurit e botës do vinë këtu. Nuk kanë përshkuar më përreth. Do të shkojnë aty sepse aty është edhe vendi i bukur. Aty i kanë të gjitha afër, prandaj po sulmohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe pastaj fillojnë do të pushtoj Izraeli, pushton ky, pushton ai, parrullat nga më idiote që mund të shohësh në herë dhe bashkohen me këta 3-4 veta që dalin në Tiranë e protestojnë. Dhe për më tepër për të dhënë dorëheqjen e Edi Rama. Dorëheqjen e Edi Rama e jep, po kush e merr? E marrin këta. Kush e merr? Ai trimi që ishte në Izrael. Dhe në atë flotiljen e komunistave dhe LGBT-qistave, të Italisë dhe të botës. Ai e merr. Ati du të tërzosh. Kur e din mirë boll që edhe Sali Berisha nuk është ai idiot që thotë jo, nuk do ndërtohet, po thotë po, do të ndërtohet. Transparencë, po duhet ndërtuar. Dhe duke ditur që edhe banorët atje nuk janë kundra projektit, duan copën e tyre. Gjithë ky sulm i organizuar mirë. Mos të më thonë që nuk ka fondacionin Soros, ultramajtizmin, globalizmin mrapa. E shfrytëzojnë këtë gjë dhe vendet në interesa për të mos u zhvilluar Shqipëria. E shfrytëzojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. E shfrytëzojnë në mënyrë racionale për to, por irracionale për ne. Dhe sigurisht do të gjejnë disa idiotë aty, si njërin që e kemi këtu në Shkodër, që të çon flamurin aty, flamurin e Kosovës, flamurin e UÇK-s, flamurin e gjithëve, është mësuar ta çojnë flamurin, vend e pa vend dhe nuk kupton sepse po i bën një dëm vendit vet. Po i bën dëm punësimit, njohjes në botë, turizmit elitar dhe shpërndarjes në përgjithësi të turizmit shqiptar në raport me Greqinë, me Kroacinë, me Malin e Zi dhe me Italinë përballë. Ky është një lloj sulmi i cili bëhet në një vend të vogël, sepse e din që janë dobët dhe po e përsëris edhe një herë tjetër. Të gjitha kauzat që kanë pas edhe padrejtësi brenda, Rama i ka mbrojtur me pathos të jashtëzakonshëm, si për shembull Ballukun. Kjo që është pjesa më e rëndësishme kombëtare, këtë e mbron me dobësinë e tij të jashtëzakonshme. Kjo është e jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Të mbrosh Ballukun më tepër se sa interesin e Shqipërisë, do me thënë është dobësi e jashtëzakonshme kryeministrit dhe kryetarit Partisë Socialiste. Nëse quhet socialiste dhe nëse është socialiste. Është dobësi e jashtëzakonshme përballë një sulmi të padrejtë tillë, përballë një ultramajtizmi dhe postkomunistave më të dhjerë që ka parë ndonjëherë historia. Ne s'kishim nevojë të ishim në verë, ne kishim më mirë se sa janë këta. Këta imoral dhe amoral. Këta që nuk duan as familje, nuk duan as Zot, nuk duan as gjë. Nuk respektojnë as Zot, as familje, as gjë. Këta duan shkatrimin dhe mund të manipulojnë turmat në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur i ketë gjithë ata të LGBT-qesh duke të protestuar, çfarë pret më? Ju dha mundësia për të bërë paradën e tyre të idiote, tash fillojnë të protestojnë këtu. Plus edhe disa idiotë tjerë, plumin ballet edhe këtë ballet, Rama trembet në këtë rast. Nuk trembet për Ballukun, nuk trembet edhe për disa gjëra të tjera që janë të dyshimta shumë edhe kanë vese brenda, dhe trembet për ball, nuk trembet për atë kullën. Se sigurisht edhe ata ka drejt aty ke Pallati i Kongreseve. Ta ndërtojnë kullat dhe as i kanë ndërtuar. Absolutisht po. Dhe trembet për një element i cili sigurisht ka të bëjnë jetësor, thelbësor, 10 miliard dollar të investume, po kjo është. Dhe për më tepër në interesin e armiqve të kombit ton shekullor, armiq shekullor. Duke futur Izraele, duke futur Çifut që s'kan lidhje fare aty. Çfarë lidhje të kanë? Janë paret e tjera kuj. Paret që s'kan lidhje me Çifutët fare, se kështu i thonë ata Çifutë, Izraelit duhet të thonë. Duke e bërë sikur po pushtohet Shqipëria nga Izraeli. Sulmi i Hibrid është sulm i paparë ndonjëherë. Është bërë sulm dikur nga Irani, janë bërë sulme vazhdimisht edhe në zgjedhje, që kanë prapavija të jashtëzakonshme edhe greke, edhe serbe, sigurisht edhe organizmave rus, po i lejnë fund sepse sigurisht ata janë më të struktururit në mënyrë të jashtëzakonshme. Por qindra mira portale, të gjitha gazetat, të gjitha përhapjet në botë, shkruan të një demokratët e famshme, socialistët e famshme amerikanë, 100.000 shesh thot,
dhe do ndërtohen 10.000 dhoma. Imagjino tash 10.000 dhoma. 10.000 dhoma ndërtohen thot në aty duke zënë vendin atyre lek-lekve dhe helikopterve. Katastrofë. S'ka punë fare me atë lagunat, atë as në artën, as skriporen, as kur gjë aty. Kush e di. Ka pjesën e vet, por nuk i pengon fare aty. Ç'punë kanë helikopterat aty, si heq kërkush. Ç'punë kanë. Mi po nxjerrin fëmijën e vogël përpara, duhet që të shoh të lekët, duhet të shoh helikopterat. Ato se kanë interes ata që ndërtojnë aty që t'i largojnë ata. Përkundër se ata i du në afër sepse duhet t'ia tregojnë turistave. Për këtë punë po shkojnë. Është e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme çfarë sulmi po bëhet. Dhe përballë këtij sulmi, Maxhoranca dhe Edi Rama tronditen prej kuj. Do bisedoj thot me ata. Me kë po bisedon më? Kush janë ata që do me bisedu? Kush janë ata që do të bisedosh ti? Për çfarë janë ata? Çfarë kanë dorë ata për fatet e vendit? Fatet e mia dhe qytetarëve shqiptarë që duan zhvillimin e kanë ata maskareqi dalin aty. Kur janë të rrejtën ose kur janë rrenë në përgjithësi jetojnë me mashtrimin edhe ju ka qef kurrizit mashtrohen. Hajde dhe se po i toleroj. Po një dorë maskaresh aty, një dorë qelbanikësh, të cilët s'duan të rinë atë si herë, do bisedosh me to. Për çfarë do të merresh vesh me to? Kur do të merresh vesh me to? Kush do të zëvendësoj? Ja edhe dorëheqjen. Kush ka për të zëvendësuar? Kush zëvendësojnë më? Kjo është një nga marrëzit më të mëdha. Këtu të jep diziluzion të jashtëzakonshëm Edi Rama. Të jashtëzakonshëm, thot dikush e ka përllogaritur. Po ta kishte përllogaritur do kishte bërë disa veprime tjera shumë më të mira. Shumë më të mira se sa këto. Jo në fshehtësi edhe në gjysmë ilegalitet. Do kishte bërë hapta sfare, sot do kishte nevojë. Nuk do ishte lejuar bile edhe gardhi për idiotit, që i ka çuar nervat vlonjatëve se, asgjë tjetër më tepër se kaq. Nervat për nervat, ju ka çuar nervat vlonjatëve. Ju ka çuar nervat në mënyrë të jashtëzakonshme vlonjatëve. Ç'pun ka? Mirë thoshte një intervistë me Beratën Pushalën. Por ç'ishte i gardh ashtu, çfarë në plazh, tel me gjemba, të ndërtojnë ose çfarë duash, po telat me gjemba për çfarë? Për çfarë duhen vendos? Kështu miqtë e mi. Sulmi është, po përgjigja ndaj sulmit hibrid, të gjithë atyre që nuk e duan Shqipërinë, s'duan zhvillimin e saj, duan ta shohin gjithmonë robin, të prangosur edhe gjynaqaret të grisur edhe të shkatëruar, i duhet përgjigjur me një rezistencë, dhe jo rezistencë vetëm, por edhe me një qëndrim të jashtëzakonshëm. Jo dhieraman përpara këtyre tipave ultramajtist, globalist dhe idiot që i ka bota. Imoral dhe amoral njëkohësisht. Dakor?